Përshëndet gjithëve dhe mirëseardhje për miqtan nga Prishtina, cilët i bashkohen kësaj nisme që në këtë thirrje dytë merr një përmas të re, mbarkombëtare, duke i çelur dyert e administratës për praktikat e punës për të gjithë, vajzat dhe djemt që flasin shqip dhe që i përkasin kombit ton. Faktikisht, ky është një program që kur u nis, si çdo gjë e re në këtë vend, u rrethua me shumë skepticizëm dhe jam i bindur që pjesa dërmuese e të rinjve që u bën pjesë e këtij programi mund ta dëshmojnë se në fillim nuk besuan plotësisht se ajo çka faktikisht kanë përfituar do të ndodhte. Ky është një program me një interes të madh kombëtar, që është një interes reciprok, qoftë i të rinjve që gjejnë rrugën dhe përfitojnë nga mundësia për të bërë një praktik pune në administratë, qoftë i shtetit që rrit potencialin njerëzor për të përmirësuar cilësinë një administrate që është larg sqenie, një administratë e mirëfillt e një shteti evropian. Në historinë e një vendi ka gjëra që mund të bëhen më shpejt, ka gjëra që mund të bëhen më ngadalë, por pas më të vënë dyshim bazën e qëndrueshmërisë së suksesit e përcakton qëndrueshmëria dhe cilësia e administratës. E në këtë aspekt, Shqipëria është në një vuajtje të madhe, në një vuajtje të gjatë, prej shumë vitesh, dhe ne besoj që po hedhim bazat e qëndrueshme të një administrate europiane, duke u përqendruar me të gjitha forcat dhe me një vullnet madh në zbatimin e ligjit të ri për administratën publike dhe duke përballuar me dhimbje, jo pa dhimbje, vuajtjet që sjell për një forcë të madhe politike në pushtet zbatimi i këtij ligji. Kjo është e vërteta. Është një ligj që faktikisht ndan epokat në Shqipëri, nga një epokë kur administrata ishte zgjatim i fushatës dhe i rezultateve elektorale, në një epokë ku administrata është përdit e më e ndarë nga fatet e zgjedhjeve. Por për te kësaj për të rinjt e sa u diplomuar, ose në hapat e para të punës që jetojnë jo vetëm në Tiranë, as vetëm në Shqipëri, po në Kosovë dhe kudo tjetër, kjo përbën një mundësi reale, sepse programi ka një përmas shumë të rëndësishme informimi dhe rritje të kapacitetit përmes praktikës. Dhe faktikisht ajo çka ka ndodhur është se ashtu siç ne morëm përsipër 200 më të mirëve të dalluar në praktikën e punës përmes këtij programi, ju dha mundësia që të firmosin një kontratë pune një vjeçare. Kontrata e punës një vjeçare nuk është thjesht mundësia për të punuar një vit, po është mundësia për të përgatitur shumë seriozisht, për të bërë pjesë
integrale administratës përmes konkursit. Ata që kanë kaluar nga konkurset administratës publike e din shumë mirë që janë konkurse reale dhe janë konkurse të vështira. Atyre që nuk besojnë të konkurset, u them vetëm kaq. Fakti që më shumë se 1/3 e konkurseve nuk nxjerrin fitues, tregon që konkurset nuk janë të parapërgatitura apo të parafabrikuara në rezultatet e tyre. Fakti që konkurset i fitojnë në të shumtën e herës të reja dhe të rinj që konkurrojnë për herë të 4, 5, 6, pasi kanë humbur 1 herë, 2 herë, 3 herë, nga një herë 4 herë, 5 herë, tregon përsëri se konkurset fitohen me një përgatitje të posaçme dhe kërkojnë dhe një eksperiencë mirë në qasjen ndaj tyre. Dhe ky program krijon parakushtin që ata të cilët duan të vazhdojnë punën në administratën publike, spari të dallohen dhe të marrin kontratë 1 vjeçare. Së dyti, nëse nuk janë ndër më të dalluarit, të kenë një sens të qartë të mënyrës funksionimit të administratës dhe një bazë shumë të mirë për të përgatitur për konkurset. Por të jeni të bindur që kjo praktikë pune ndihmon jo vetëm ata që duan të punojnë në administratën tonë, në Shqipëri apo në Kosovë, por edhe ata që duan të shkojnë gjetk për të punuar në sektorin privat, jo vetëm këtu, por edhe jashtë shtetit. Sepse eksperienca nga brenda administratës është një eksperiencë që fitohet vetëm duke qenë brenda administratës. Nuk mund do të ta kuptosh ashtu si duhet dhe ashtu si do të vlente edhe nga pozitat e një punojësi apo një drejtuesi në sektorin privat, mënyrën si funksionon shteti, në rast se nuk e ke parë mekanizmin shtetëror të funksionojë nga brenda. Sot në këtë thirrje janë 2000 vende në dispozicion për praktikë pune në administratën publike të Shqipërisë në nivelin qendror dhe në nivelin vendor dhe 1000 tjera në administratën publike të Kosovës, për të cilat mund të aplikohet nga gjithkush, nga brenda ose nga jashtë. Dhe ne kemi shumë dëshirë të besojmë që do të ketë plot të rinj nga Kosova që do të duan të punojnë në administratën publike në Shqipëri dhe do të ketë po ashtu plot të rinj nga Shqipëria që do të duan të punojnë në administratën publike në Kosovë. Kjo do të ishte një vlerë e shtuar e këtij programi të përbashkët kombëtar të praktikave të punës dhe do të vazhdonte të ushqente një filiz ende shumë të brisht të administratës sonë, të vendosur më në fund mbi baza legislative dhe ambicie për standarde europiane. Ne kemi në fokus punësimin dhe padyshim që jemi të vetëdijshëm për domosdoshmërinë e rritjes së mundësive për punësimin e të rinjve. Por ne administratën nuk e kemi, nuk e shohim dhe do të bëjmë çmos që të fashitet nga perceptimi i njerëzve si një zyrë punësimi, si një hapësirë ku të akomodohen ata që kanë nevojë për punë. Por e shohim si mekanizmin përmes të cilit krijohet edhe punësimi. Pra, për të rritur kapacitetin e shtetit në kryerjen e detyrave të veta, për të rritur cilësinë e shërbimit ndaj qytetarit duke qenë një administratë që funksionon si administratë, jo si rifugjo për rroga, dhe për të rritur në këtë mënyrë edhe cilësinë e burimeve njerëzore brenda administratës. Ju më keni dëgjuar shpesh që të them
se në këtë fazë ne përballemi me një mendësi të krijuar dhe të konsoliduar për vite të tëra, sipas cilës shumë të rinj kërkojnë punë, janë të papunë, por punën e quajnë punë kur ajo është në shtet. Ndërkohë që gjithmonë ka një shumicë dërmuese të rinj të papunë që e refuzojnë idenë e të punuarit në privat a priori. Kjo për shumë arsye, po njëra nga arsyet sepse administrata është shpërdoruar dhe abuzuar kaq shumë nga partitë dhe nga politika në kaq shumë vite dhe është transformuar për vite të tëra në deformimin më të madh të sistemit demokratik këtu në Shqipëri, duke u bërë funksion i dhënies së rrogave në formë shpërblimesh për ata të cilët konsiderohen më të rëndësishmit apo më të zellshmit për partinë. Dhe duke harruar në fund fare që kostoja që krijon një administratë e tillë është një kosto e jashtëzakonshme dhe jo indiferente edhe për vetë një parti, sidomos për një parti të madhe siç është Partia Socialiste, që sot udhëheq koalicionin qeverisës. Janë faktikisht 953 të rinj që e filluan praktikën pra institucioneve të ndryshme në Tiranë dhe në qytete të tjera të Shqipërisë dhe punuan si praktikant në nivelin kombëtar. Dhe 650 prej tyre, pra thuajse 65% e tyre, e përfunduan ciklin e parë të punës si praktik. Dhe një pjesë u punësuan gjatë praktikës në vende ndryshme pune, duke krijuar një akses të rëndësishëm brenda në administratë. Ndërkohë që, siç e thash, ishin 200 më të mirë të cilëve u lidhën kontrata një vjeçare pune dhe informacionet tona lidhur me ecurinë e thellimit të praktikës tyre përmes kësaj kontrate një vjeçare janë se këta 200 rinj janë përgjithsisht një aset shumë i vlefshëm brenda administratës. Siç dëshmoi djali që foli më parë, i cili punon në Ministrinë e Ekonomisë, këtyre trimëve është dhënë mundësia që të marrin rol, të marrin përgjegjësi dhe të mësojnë duke ushtruar përgjegjësi jo të vogla. Është një vlerë e shtuar për ta, por është një vlerë e shtuar edhe për administratën, sepse sjellja, cilësia e kontributit që ata ofrojnë dhe me të gjitha rritja në proces e kapacitetit tyre është qartësisht evidente në pjesën ndërmuese. Sot ne besojmë që me këtë thirrje të dytë krijojmë një hapësirë më të gjerë për më shumë të rinj, për më shumë të reja dhe për më shumë akses për njerëzit me më shumë ambicie, por dhe me më shumë vullnet, që duhen të përfshihen në punën e administratës duke hyrë nga dera kryesore, jo duke kërkuar dyer dytësore apo tretësore, sepse ato janë gjithmonë më të vogla, janë gjithmonë më të mbyllura. Pasi në shërbimin civil shqiptar është e pamundur sot të hysh duke anashkaluar konkursin. Flas për shërbimin civil shqiptar, shërbimin publik, pra për ato që quhet administrata publike e vendit. Jo çdo strukturë shtetërore është pjesë e administratës publike, ka një ndarje të përcaktuar me ligj, por për këtë pjesë që është edhe zemra e funksionimit të shtetit, sot është e pamundur që të hyet pa kaluar përmes një procedure
të sofistikuar në një konkursit vështirë. Së fundi duhet të besoj se ky përkim i kësaj nisme me samitin e diasporës që ne kemi filluar të organizojmë dhe ku Ministria e Diasporës Kosovës është një nga partnerët kryesor, do të jetë një stimul më shumë për vetë samitin e diasporës. Një hapësirë e re, takimi, komunikimi, ndërveprimi mes shqiptarëve nga të gjitha anët e botës këtu në Tiranë, për t'i dhënë një dimension të ri kuptimit të marrëdhënieve mes shtetit am, shtetit Kosovës, përgjithsisht komuniteteve shqiptare dhe bashkësive shqiptare, më mirë të themi në Ballkan, dhe të gjitha komuniteteve shqiptare kudo ku ato jetojnë. Për t'i dhënë një përmas të munguar për kaq shumë vite dhe për të parë së bashku se si mund të rrisim cilësinë dhe volumin e shërbimit ndaj shoqërisë dhe vendit ton, duke shfrytzuar potencialin e madh që nuk mund thuhet se është shfrytzuar në gjithë këto vite që e përbëjnë shqiptarët që jetojnë jashtë Shqipërisë. Falenderoj sinqerisht vajzat e djemtë që janë përfshirë në këtë program, sepse kanë qenë një shembull konkret i prekshëm, i qartë, i vlerës që ka programi. I inkurajoj të gjithë që të kuptojnë se kjo rrugë e cila në dukje është më e vështira, është në fakt rruga më e lehtë për të shkuar drejt realizimit të ambicjes që ka gjithë secili, nëse ambicia është për të kontribuar brenda strukturave të administratës publike në Shqipëri apo në Kosovë, dhe nga ana tjetër i siguroj që të gjithë, edhe ata që do të mbeten në administratë, edhe ata që sigurisht janë shumica që nuk do të mbeten në administratë, se kjo është një eksperiencë e jashtëzakonshme, e papërsëritshme, për faktin se pas diplomimit, mundësia për ta parë nga brenda si funksionon shteti, është mundësia për të lidhur në mënyrë më të shpejtë se sa në një rrugë zakonshme me realitetin konkret gjërave. Për të parë hendekun që ekziston mes atyre që thon librat, atyre që thot imagjinata, atyre që thon ëndrat dhe shpresat, dhe realitetit që është produkt i kufizuar i të gjitha atyre që përmendam parë, por që është një produkt cilësia e cilit rritet vetëm duke shtuar energjit dhe duke fuqizuar kontributet që vijnë nga ambicjet në përpjekjen për të realizuar ëndra dhe shpresa të reja. Jemi bindur që juve këtu në këtë program dhe të gjitha atyre që do përfshihen në program, ju sjellin ëndra dhe shpresat. Dhe kjo është pjesa më kuptim plot e programit, që ne nga ana jonë kemi bërë çmos, dhe do bëjmë çmos, të mos jetë zhgënjim për askënd nga ju, por të jetë një përballje e fortë dhe pa hipokrizi me realitetin. Me realitetin e administratës ashtu siç është. Nuk është roz, nuk është azizi, është një realitet kompleks, një administrata që është larg se një administrata që meriton të ketë Shqipëria, që është larg se një administratë që meriton të ketë Kosova, që është larg se një administratë që meritojnë të kenë qytetarët tanë, që është larg se një administratë që mund të krahasohet lehtësisht me një administratë Bashkimin Evropian. Po në Bashkimin Evropian varet se me kë krahasohem në fakt, se mund të jetë më kollaj e krahasueshme me administratën greke për shembull, ose me administratën e Italisë Jugut, ose me administratën rumune, ndërkohë që është e pakrahasueshme me
administratën gjermane, apo me administratën franceze, apo me administratën britanike, kështu me radhë. Por ajo që është e rëndësishme është që kjo është rruga. Është një rrugë që do kërkoj padyshim kohën e vet. Ata që i kanë administratat shkëlqyera nuk i kanë ngritur as në një vit, as në një mandat, as në një dekadë. Janë administratat ngritura me dekada të tëra e nga njëherë me shekuj. Ndërkohë që ne, jo vetëm që duhet ngrem një administrat të besueshme të standardeve europiane një orë më parë, por duhet ta ngrem duke pasur ndërkohë tensionin e vazhdueshëm që krijon në themele një traditë shumë e mbrapsht që për vite të tëra e ktheu administratën në një mish për top. Shumë faleminderit. Ju falenderoj shumë zotë kryeministër për këtë iniciativë dhe këtë nisëm kaq të rëndësishme për të rinjtë e Shqipërisë, të cilët jo vetëm të rinjtë e Shqipërisë, por edhe të rinjtë e Kosovës, të cilët realisht do i shtojnë vlerë dhe cilësi administratës publike. Tani ftoj dy ministrat për të nënshkruar marrëveshjen apo planin e përbashkët punës për vitin 2016 dhe kam kënaqësinë që të ftoj dhe zotin kryeministër të bashkohet.